Pas agjërimit një mujor, të dielën është festa e Fitër Bajramit, që për muslimanët vjen si kurore kënaqësi së ditëve të kaluara në agjërim dhe adhurim. Dhe pikërisht përgatitjet që po bëhen në prag të festës, ditëve të fundit e kanë ngritur në këmbë tërë qytetin me një gjallëri jo të zakonshme për ditët normale. Ndonë se kriza ka goditur rënd ekzistencën e çdo familjeje, në ditë të këtilla, njerëzit vendosin që të mos kursejnë, mbasi jo sa do donin, por gjërat elementare që duhen i sigurojnë me patjetër. Shumica duke bërë e të tjerë duke përgatitur në shtëpi, por festa e Bajramit pa baklava dhe ëmbëlsira të tjera nuk kalon. Jo vetëm si pagu e tryezës së Bajramit, por edhe për të shërbyer mysafirët që vinë për gëzime festive. Shitësit e ëmbëlsirave që ditëve të fundit i gjenë në kulmin e punës thonë se interesim për të blerë dhe porositur baklava ka gjithmonë. Dita e Bajramit për besimtarët islam fillon më herët se ditët e tjera të zakonshme. Nis me faljen e namazit të Bajramit, për të vazhduar me tryezën e Bajramit dhe më pas vijon vizita për përgëzime tek familjarët. Kjo me qëllim që të ruhen lidhjet farefisnore dhe brezat e rinj të njihen mes veti.